Zonja Tabaku, 7 minuta. Nderuar koleg, zoti kryetari, nderuar zoti Sheu, së pari dua ta nis me një vlerësim për raportet e fundit kontrollit lartë shtetit, po njëkohësisht dhe për gjetjet e tyre. Ky është raporti 12 në radhë në fakt që unë lexoj dhe gjithmonë më shumë bindem për së pari statusin e financave publike dhe së dyti abuzimin me burimet shtetërore. E dëgjova me shumë interes zotin Xhafa dhe unë nuk para bie dakord me zotin Xhafa, po këtu bie dakord. Është shumë e rëndësishme që ne ta ruajmë pavarësinë e institucionit. Është shumë e rëndësishme që kontrolli i lartë i shtetit të jetë një institucion i pavarur, i pa influencuar, i pa ndikuar, dhe ajo që ndodhi në Parlamentin e Shqipërisë vitin e shkuar për mua shkeli një vizë kuqe jo vetëm ligjore, por shkeli një vizë kuqe edhe në pavarësinë e këtij institucioni dhe sulmet ndaj kryetarit kontrollit lartë shtetit të pakonceptueshme. Besoj që treguan që pushteti sigurisht do të marrë gjithmonë më shumë pushtet, pushteti sigurisht që do të shkojë dhe ke institucionet e pavarura, po ka një limit dhe unë besoj që kontrolli i lartë i shtetit duhet ruajtur si një institucion i pavarur. Së dyti, kontrolli i lartë i shtetit ka hapur debat vitin e fundit për shumë tema. Nga siguria ushqimore, siç tha zoti Braçe, akulloret që kanë hyrë në tregun shqiptar, deri tek barnat e rimbursueshme, tek prokurimet, koncesionet, duke vijuar njëkohësisht edhe me sektor tjerë të cilët nuk përmenden për herë të parë në raportet e kontrollit lartë shtetit, po vijimësisht vit pas viti dhe unë nuk shoh as reflektim as masa nga ana e qeverisë. Por shoh një normalitet të ri të fituar, i cili duket sikur pavarësisht se çfarë shkruan kontrolli i lartë i shtetit, pavarësisht se çfarë hetimesh ndiqen nga organet ligjzbatuese, qeveria vazhdon e qetë në rrugën e saj. E kjo duhet ndryshoj. Duhet ndryshoj jo vetëm me rezolutat që vijnë këtu në parlament, po këto institucione janë atje për të siguruar që ka një kontrollor mbi punën e qeverisë, që ka një kontrollor të auditit mbi financat publike dhe ka një institucion i cili sjell rekomandime që duhen zbatuar, jo fjalë në erë. Historia që po dëgjojmë këto ditë nuk ka ndryshim nga historitë e tjera. Pak mund duket më e butë, disa tjerëve mund duket pak më i rëndë, po kjo varet edhe nga këndvështrimi. Gjithsesi, thelbi i historisë mbetet i njëjtë. Një sistem i korruptuar, i pandershëm, që punon për një pakicë të vogël ekonomike dhe politike, e që ndan me vizore, me mesazhe, kujt i takon çfarë. Dhe kuptohet që sigurisht shqiptarëve në fund ditës nuk i mbet asgjë. Në vitin 2015, kur Parlamenti nisi dëgjoj gjithmonë më shumë për projektet e partneritetit publik-privat, koncesionet, të shumë të qenë në opozit, po edhe nga ana majorancës, në fakt që e kundërshtuan si ide, dhe si një adaptim të një mënyre të re qeverisje, të shumë të qenë edhe ato të cilët folën. Disa prej tyre sot ka marrë arratin, të tjerë edhe na përqeshën e na tallën. Rezultati është i trisht për shqiptarët, megjithse na ka dhënë të drejtë. Në harkun kohor të 7 viteve, 2017-2024, taksat e qytetarëve shqiptar kanë paguar 840 milion euro për partneritetet publike-private. Një shifër e frikshme për çdo standarde, aq më tepër për standardet e buxhetit shqiptar. Janë 6 nga 12 kontrata të cilat sot janë hetim dhe një pjesë e madhe edhe me produktet e punës të kontrollit të lartë të shtetit. Janë pothuajse 650 milion euro që sot po hetohen, ndërkohë që shifrat e familjeve shqiptare për sa i përket varfrisë, që nga 55% i familjeve që mezi e mbyllin muajin, deri tek 40% e të ardhurave që shkon për shpenzimet e jetesës, janë realiteti komplet tjetër, që nuk ka lidhje me qeverinë e me vendimet e tyre. Dhe sigurisht që e gjithë kjo tragjedi nuk ka lidhje me mesazhet që lexohen lart e poshtë, as me dosjet që heton Spaku, po sigurisht ka lidhje me një sistem të korruptuar që tashmë fatkeqësisht është produkt edhe i këtij parlamenti, me ligjet që ky parlament kalon. Është një sistem i cili çdo ditë ushqehet me kartonat që ngrihen në këtë sallë, me ligjet që shkojnë në parlament, me projekte të cilat sot kanë marrë pjesën më të madhe të buxhetit të shtetit. Një qeveri e cila kontrollon çdo kontratë, çdo koncesion, çdo tenderim publik, ku praktikisht e kanë nxjerrë jashtë loje çdo ligj në këtë sektor. E pikërisht kështu ligjet në favor të
pakicës, ligje të cilat miratojnë nga aeroporte në Vlorë, tek kontrata koncesionare, tunelesh, siç është ai llogarash, sigurisht që janë shëmbëltyra më e mirë e qeverisjes, por janë ngritur raport pas raporti nga kontrolli i lartë i shtetit si burimi kryesor edhe i procedurave të korruptuara, por edhe i zbatimit kontratave me standardet më të ulta. Po të lexosh raportin e kontrollit lartë të shtetit e kupton që sot buxheti është një han pa porta, që nuk ka vlerë planifikimi, që nuk ka vlerë asnjë proces buxhetor, që buxheti ndryshohet me akte normative, që nuk ka vlerë as sistemet e ngritura nga Ministria e Financave për pagesat online, sepse çdo gjë ndryshon sigurisht sipas oreksit të ministrave. Ky sistem i mbyllur është sot shkaku që kemi një ekonomi të mbyllur, një mungesë konkurrence. Ky sistem i mbyllur sot është edhe mungesa e një ekonomie tregu, që është kthyer fatkeqësisht në monopol në sektorët më të rëndësishëm, ashtu si është kthyer në monopol edhe në prokurimet publike e koncesionet. Rrjedhimisht nuk është habi nga gjitha dosjet që janë lexuar sot, majtas kryesisht, nga Ametaj te Veliaj te Balluku nuk ndryshon asgjë. Nga një ish zëvendës kryeministër te një zëvendës kryeministër në detyrë janë të gjitha mekanizma të një sistemi që mban në këmbë pikërisht atë që qeverisja e majt e quan PPP, po atë që kontrolli i lartë i shtetit e quan korrupsion. Ky korrupsion i miratuar në këtë parlament e ka shkatruar konkurrencën, ka shkatruar ekonominë, po ka shkatruar edhe besimin që ky vend mund të bëhet. Për sa kohë që ky sistem do të vazhdojë në këmbë, për aq kohë ekonomia do të vazhdojë të jetë e kapur. Për aq kohë familjet shqiptare do të kenë të pamundur që të sigurojnë jetesën. Për aq kohë do të vazhdojë të dëgjojmë për projekte, mbas projektesh të cilat tregojnë se si korrupsioni kthyer në sistem e pengon sot Shqipërinë të zhvillohet. Për këtë arsye unë shpresoj shumë që zëri i arsyes që vjen me këtë raport kontrollit lartë shtetit, por edhe rekomandimet e rezolutës që fatkeqësisht nuk u miratuan Komisionin e Ekonomisë nga dy kolegët Braça dhe Bozdo, të kishin sjell pak edhe në binar të përfundoj fjalën. Po. Të kishin sjell sot në binarët e ligjshmërisë një sektor i cili sot ka dalë jashtë kontrolli, një sektor i cili ka nevojë me të vërtetë për t'i thritur arsyes dhe për t'a bërë prokurimet publike, koncesionet, tenderimet, një sektor ku ka konkurrencë. Jam e sigurt që për sa kohë vazhdon kjo qeverisje, për sa kohë vazhdon ky sistem, nuk do të ketë ndryshim, sepse ndryshimi duhet vi nga ato që sot qeverisin. E për sa kohë raportet e kontrollit lartë shtetit injorohen, rezolutat nuk miratohen, ne do të vazhdojmë me të njëjtë status quo. Po ky parlament duhet ngrihet në lartësinë që i takon për së pari për të dhënë transparencë, e së dyti për të sjellë drejtësi. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku. Fjalën e ka zoti Erion Malej, përgatitet zonja Erisa Xhixho.